Mirëmëngjesi, përshëndetje edhe për juve. Atëherë ashtu sikur që e tha edhe ti, është qendra më e madhe këtu në komunën tonë, është 0402, shkolla Thimi Metko. Këtu kemi pas prej orës 6:30 u prit votues, të cilët kanë prit për me hap qendrën edhe për me fillu votimin. Çdo gjë ka filluar me rregull, materiali sensitiv ka ardhur me kohë, kështu që në ora 7 fiks kemi pas votues duke votuar. Pra gjithçka ka filluar me rregull siç e theksove edhe ti. Megjithatë sa i përket numrit të stafit vëzhguesve, a keni mjaftueshëm edhe kësaj here në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale për ta përfunduar ashtu siç duhet këtë ballotazh? Atëherë në çdo vend votim, se këtu qendra i ka 14 vend votime, në secilin vend votim ka marrë informatat nevojshme që është çdo gjë në rregull. Në fillim pak para orës 7 pak mungesa të vëzhguesve, por masandej u zëvendësuan dhe çdo gjë është në rregull deri më tash. Zakonisht numri të interesuarve për të votuar është më shumë në mëngjes apo në mesditë? Është interesant kësaj here në mëngjes pati pak më shumë interesim se sa herën e kaluar, po zakonisht është në mesditë. Cilat mosha kanë më shumë të interesuar në këtë mëngjes? Bash në mëngjes, pak para orës 7 ka pas moshat e shtyera më shumë. Kanë qenë pra moshat e shtyera. E ne ju urojmë sukses se juve e zonja Sadiko që edhe më tej të vazhdoni me sukses këtë proces. Faleminderit, edhe unë uroj të shkoj çdo gjë mirë. Faleminderit shumë për kohën. Atëherë ishte edhe pra kjo intervista e shkurtër me drejtoreshën e kësaj qendre, Sevdje Sadiko, siç e kuptuam të moshuarit pasi kanë pirë kafën e tyre të mëngjesit, kanë dalur të votojnë pikërisht në këtë qendër. Ne do të vazhdojmë edhe në qendra tjera të qytetit të Gjilanit për ta parë sa është i njëjti interesim edhe në orët në vazhdim.